Rikthehemi vjen transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion, duke ndalur në zhvillimet kryesore të ditës. Edhe së pari do të vijojmë të fokusohemi tek mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po bëhet me dyert mbyllura në fakt dhe logjikisht ka nisur rreth orës 11. Është i pranishëm edhe kryeministri dhe kreu i kësaj force politike, ndërsa do të kemi mundësi që të komunikojmë sërish me kolegen Razila Myslymaj për të munduar që të kuptojmë çfarë po diskutohet deri më tani, ose le të themi cila pjesë e agjendës që ka qenë në fokus në një farë mënyrë të jetë trajtuar. Razila, të përshëndes sërish, çfarë diskutimesh janë bërë, nuk dihen hermetik socialistët apo kemi mundur të mësojmë diçka në lidhje me atë që ndodh në Pallatin e Brigadave? Mbledhja ka rreth 1 orë që ka filluar dhe jemi ende në pikën e parë të rendit të ditës, pra në raportimin e drejtoreshës Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lorena Goxhobellit, e cila po raporton përpara kryeministrit dhe grupit parlamentar socialist, sa i takon ecurisë drejtorisë të agjencisë që ajo drejton, sigurisht në një kohë kur janë paralajmëruar ndryshime dhe dua të kujtoj këtu edhe zhvendosjen e drejtorisë së Kadastrës në Vlorë drejt kryeqytetit, ndërsa Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se zhvendosje dhe transformime të tilla në funksion të efikasitetit punës do të bëhen edhe në drejtori të tjera. Është ende herët për të kuptuar se çfarë diskutimesh konkrete janë duke u bërë. Ne jemi shumë larg vendit ku po zhvillohet mbledhja dhe sigurisht është një mbledhje pune me dyert të mbyllura. Besoj që në orët në vijim sigurisht që do të kemi mundësinë të marrim më shumë informacione sa i takon zhvillimeve, diskutimeve apo edhe raportimeve që po bëhen në mbledhje. Përveç raportimit të drejtoreshës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, do të jetë edhe Arben Mazniku, ai që do të raportojë, bashkëdrejtuesi, bashkëkryetari i reformës territoriale, që do të raportojë për ecurinë e punës së këtij komisioni dhe sigurisht agjendën o planin e punës që do të ndjekin deri në korrik, kur është edhe afati përfundimtar për të depozituar në Kuvend një draft përfundimtar me hartën e re administrativo territoriale. Në të kundërt, në rast se puna nuk arrin të konkludohet deri në muajin korrik, atëherë zgjedhjet vendore të 2027 do të zhvillohen mbi këtë hartë territoriale që është aktualisht dhe nuk do të ketë mundësi të implementohet, pasi sigurisht që kërkon edhe ndryshime në kodin zgjedhor, një tjetër komision që është duke u zhvilluar paralelisht. Deputetëve andi u jepet mundësi të diskutojnë për çdo tematik që ka në rendin e ditës. Pritet që në përfundim rreth pasi të kenë mbaruar të gjitha diskutimet të prezantohet edhe strategjia e komunikimit nga Ministrja e Marrëdhënieve me Parlamentin Eriona Ismaili, e cila do të njohë deputetët me mënyrën e re, strategjinë e re të mazhorancës socialiste, qasjen që duhet të kenë ndaj publikut, ndaj elektoratit, por sigurisht edhe ndaj mediave, në një kohë kur vëmendja është edhe më e madhe, institucionet ndërkombëtare sigurisht kërkojnë më shumë transparencë nga ana e qeverisë dhe mazhorancës socialiste dhe në kuadër të integrimit europian, kështu që këto janë të gjitha pika që ndërthuren me njëra tjetrën. Razila, diçka shumë shkurt dua të ndalem tek kjo pikë që thatë, strategjia e komunikimit. Ka diçka, për shembull, socialistët do duan që në një farë mënyre të dalin sa më mirë në media, mos dalin problematikat e tyre ne nga ana tjetër si media për të përcjellë publikut, ta themi hapur, duam që të kuptojmë gjithçka ndodh edhe brenda grupit, brenda mbledhjeve. Apo ata duan dalin mirë, socialist, demokrat, kushdo që janë në një farë mënyrë forcë politike, edhe në komunikimet me publikun. Çfarë do të thotë eksaktësisht kjo strategjia e komunikimit? Ata po piketojnë dhe po qëndrisin gjithçka që dalin sa më mirë, edhe të jenë hermetik, apo gazetarë dhe publiku ka mundësi që të mësoj diçka çfarë ndodh aty në të vërtetë? Strategjia sigurisht që ende nuk është bërë publike, por po punohet mbi një qasje më intensive, pra për të patur më shumë prezencë mediatike apo edhe prezencë të deputetëve në elektorat, pra për të njohur me problematikat e tyre, për të qenë më pranë halleve të qytetarëve, ta themi kështu, për t'i adresuar ato, për t'i reflektuar, për t'u përpjekur të u gjendet një zgjidhje, po sigurisht edhe për të dhënë shpjegime dhe mediatike, themi kështu, nga në aspektin
gazetares kur pyeten apo më shumë gjithnjë në aspektin e transparencës qeverisëse, pasi duat kujtoj këtu që është mandati 4 i kryeministrit Edi Rama dhe pesha bëhet akoma edhe më e madhe për ta mbajtur të konsoliduar pushtetin, po edhe për të qenë sigurisht për t'ju përgjigjur interesave publike në kuadër të nismave të ndryshme, projekteve të ndryshme qeveritare që ata kanë, apo edhe për vetë procesin e integrimit evropian. Pra nuk ka detaje konkrete se si do të funksionojë kjo strategji komunikimi, por sigurisht ajo çfarë dim është që do të ketë më shumë intensifikim, më shumë dalje publike, dhe kjo gjë në fakt është vënë re që me rikthimin e mbledhjeve, e daljeve të ministrave, themi kështu, pas mbledhjeve të qeverive, që për një periudhë shumë të gjatë u stopuan, ministrat vetëm në muajin e fundit kanë filluar të dalin sërish para mediave për të dhënë për të bërë publike vendimet e tyre, po sigurisht edhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve rreth çështjeve të ndryshme, apo edhe konferencat publike që janë duke bërë secili prej ministrave në mënyrë periodike dhe në mënyrë të vazhdueshme. Pra ky është një reflektim i kësaj strategjie të re të socialistëve. Po, shumë e drejtë, sepse në momentin që del përpara gazetarëve, komunikon me publikun, por ke mundësi të marrësh edhe pyetjet gazetarëve që absolutisht përfaqësojnë interesin e publikut. Mira Zela, të falenderoj edhe për këtë komunikim, tjera kontakt do të kemi, sepse në këtë mënyrë, mbledhësh me dorë mbyllur, në këtë mënyrë do të kemi mundësi që ta ndjekmë dhe ta pasqyrojmë gjatë ditës sot. Faleminderit edhe një herë.